Cilat janë konkluzionet kryesore të raportit të politikës monetare për tremujorin e dytë të vitit 2026? Raporti politikës monetare është një analizë periodike e cila synon rifreskimin e konkluzioneve tona mbi trendet e zhvillimit të vendit, po ashtu përditësimin e parashikimeve për të ardhmen dhe gjitha kjo bëhet në funksion të identifikimit të qëndrimit të duhur të politikës monetare. Ky raport, nisur nga rrethanet konkrete në të cilat ndodhemi, të karakterizuara nga një rritje e shpejtë e çmimit të naftës dhe të produkteve të tjera energjetike në tregjet ndërkombëtare, natyrisht që u fokusua ose pati një fokus të veçantë në vlerësimin e impaktit të pritur të këtyre zhvillimeve në ekonominë shqiptare. Shkurtimisht, në mënyrë të përmbledhur, konkluzionet kryesore të këtij raporti janë se trendet e zhvillimit të vendit, të paktën deri në tremujorin e parë të vitit 2026, kanë qenë dhe mbeten pozitive. Po ashtu, treguesit kryesor të stabilitetit makroekonomik dhe të shëndetit financiar vlerësohen të qëndrueshme dhe të përmirësuara në raport me vitet paraardhëse, çka sugjeron që ekonomia shqiptare ka një nivel relativisht të lartë rezistente ndaj goditjeve potenciale në të ardhmen. Po ashtu, bazuar në vlerësimin ton mbi impaktin e pritur të këtyre goditjeve, konkluzioni paraprak për momentin, natyrisht gjithë jemi të ndërgjegjshëm që situata është në evolim të vazhdueshëm, por bazuar në informacionin që ne disponojmë, konkluzioni është që ndikimi në ekonominë shqiptare do të jetë i moderuar në terma të rritjes së çmimeve dhe të inflacionit, por ajo që është më e rëndësishme është që do të jetë kalimtar. Pra nuk do të lërë gjurmë afatgjata në trendet e zhvillimit të vendit, me impakte minimale ose marginale në treguesit e aktivitetit ekonomik. Bazuar në këto premisa, Këshilli Mbikëqyrës gjykoi që qëndrimi aktual i politikës monetare, i përkufizuar ose i shprehur nëpërmjet normës bazë të interesit në nivelin 2.5%, vazhdon të mbetet i përshtatshëm. Si e sheh Banka e Shqipërisë gjendjen e ekonomisë shqiptare dhe cili është parashikimi për të ardhmen? Gjendja aktuale e ekonomisë shqiptare vlerësohet të jetë pozitive. Viti 2025 u mbyll me një rritje ekonomike në nivelin 3.8%, rritje e cila i dedikohet zgjerimit të konsumit dhe investimeve në ekonomi dhe po ashtu një kontributi pozitiv të eksportit të shërbimeve. Nga ana e zhvillimit sektorial, duhet theksuar që rritja ka qenë e pranishme në sektorin e shërbimeve dhe të ndërtimit, ndërkohë që kjo rritje ka munguar në sektorët e industrisë dhe të bujqësisë, një trend i cili po vazhdon prej tashmë 2 vjetësh. Megjithatë, impakti i kërkesës të rritur për mallra dhe shërbime është përkthyer në rritje të punësimit dhe të pagave, rritje të ndjeshme të punësimit dhe të pagave në sektorin privat jo bujqësor, çka sugjeron që frytet e rritjes ekonomike po bëhen të prekshme edhe për familjet shqiptare. Po ashtu, ajo që ka rëndësi nga këndvështrimi i Bankës së Shqipërisë është fakti që inflacioni vazhdon të mbetet i ulët nën objektivin e Bankës së Shqipërisë prej 3%, por gjithsesi pranë tij. Në tremujorin e parë të vitit 2026 është vënë re një rritje graduale e inflacionit, në muajt mars dhe prill e nxitur edhe nga situata në tregjet ndërkombëtare, pra rritja e çmimit të karburanteve në këto tregje dhe rritja e çmimit të naftës në Shqipëri, por gjithsesi kjo mbetet do të thoja për momentin e moderuar. Inflacioni në muajin prill shënoi nivelin 2.8%, dhe ajo që është më e rëndësishme është fakti që deri tani ne kemi parë vetëm impaktin direkt të kësaj goditje, pra transmetimin e saj në çmimet e karburanteve. Ndërkohë që për momentin duket që ekonomia shqiptare ende nuk ka filluar të shfaqë dhe presim ose shpresojmë që të mbetet kështu, impakte të natyrës indirekte, pra inkorporimin e kostos të rritur të çmimit të naftës në çmimet e produkteve të tjera. Megjithatë, mbetet për tu parë në të ardhmen si do të evoluojë situata, po do të thoja që analiza e informacionit të disponuar ekonomik sugjeron që deri në tremujorin e parë trendet e zhvillimit kanë qenë pozitive. Po ashtu dëshiroj të theksoj që paralelisht me nivelin e ulët dhe të kontrolluar të inflacionit, edhe treguesit e shëndetit të financave publike, treguesit e qëndrueshmërisë të jashtme të vendit, të përshkruara nga ecuria e deficitit llogarisë korrente dhe borxhit tuaj, kanë ardhur në përmirësim, ndërkohë që parametrat e operimit të tregjeve financiare janë të qeta. Duket që në tregjet financiare kemi një qarkullim normal pas stres të likuiditetit,
kemi primet të reduktuara e rreziku, kemi po ashtu nivele relativisht të ulta të normave të interesit dhe të kosteve të financimit, të cilat janë përkthyer në një rritje relativisht të shpejtë dhe të qëndrueshme të kredisë për sektorin privat, çka ka qenë dhe mbetet gjatë 2 viteve të fundit një mbështetje e fortë për zgjerimin e konsumit, të investimeve dhe për rritjen ekonomike të vendit. Pra do thoja që situata deri në tremëjorin e parë të vitit 2026 ka qenë dhe mbetet pozitive me trende të konsoliduara rritje dhe me parametra të përmirësuar të stabilitetit makroekonomik në përgjithësi. Pse Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit? Norma bazë e interesit është funksion i pritjeve tona për të ardhmen, pritje kryesisht orientuara drejt inflacionit dhe stabilitetit të çmimeve. Sikurse u bë prezente në njoftimin publik të Këshillit Mbikëqyrës pas mbledhjes në të cilën ai mori vendimin për të mos ndryshuar qëndrimin e politikës monetare, projekcionet tona për të ardhmen sugjerojnë që trendi i inflacionit do të vijojë të ketë një rritje gjatë gjysmës të dytë të vitit 2026 dhe ndoshta edhe në gjysmën e parë të vitit 2027, rritje e cila pritet ta sjellë të tregues diçka mbi objektivin 3% të Bankës të Shqipërisë, por gjithsesi një rritje e cila do të jetë mjaft më e kufizuar dhe më e reduktuar në raport me atë ecuri të inflacionit që ne patëm pas krizës në Ukrainë, pas rritjes të çmimeve që pasoi luftën në Ukrainë. Pra presim një rritje relativisht të kontrolluar të inflacionit mbi objektiv dhe ajo që është më e rëndësishme një rritje afatshkurtër dhe një tejkalim afatshkurtër të inflacionit mbi objektiv. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës gjykoi që qëndrimi më i përshtatshëm i politikës monetare ishte mosndryshimi i normës bazë të interesit. Njëkohësisht është e rëndësishme të theksojmë që parashikimet dhe analiza e zhvillimeve të ardhshme të ekonomisë për momentin aktual rrethohet nga pasiguritë të larta, të cilat burojnë nga ecuria e tensioneve gjeopolitike në lindjen e mesme dhe impakti që ato kanë në treguesit e çmimeve të naftës dhe të energjisë. Situata është në evoluim të vazhdueshëm, ajo që ne kemi theksuar është në rast se do të kemi një përkeqësim ose një zgjatje në kohë të themi përtej parametrave të cilat priten në tregjet financiare, atëherë ndikimi i saj në ekonominë shqiptare do të jetë relativisht më i madh dhe më i ndjeshëm. Dhe po ashtu e kundërta është e vërtet në rast se do të kemi një zgjidhje të shpejtë, relativisht të shpejtë të situatës dhe një qetësim ose normalizim të çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, po ashtu ndikimi ka gjasa të jetë më i vogël dhe më kalimtar në raport me pritjet tona për të ardhmen. Në një farë mënyre, mbajtja e pandryshuar e normës bazë të interesit faktorizon dhe këtë pasiguri, pra synon të fitoj kohë për të pasur një vlerësim më të plot, më të qartë të zhvillimeve të pritura ekonomike për të adresuar çdo kontingjencë të mundshme. Dëshiroj po ashtu të theksoj që është një reagim tipik i të gjithë bankave qendrore, qoftë në rajon, qoftë në eurozonë, po edhe në rang global, situata për të mbajtur të pandryshuar për momentin qëndrimin e politikës monetare, pra për t'i dhënë kohë vetes për të parë drejtimin në të cilën do të evoluojë situata dhe ndikimin që ajo do të ketë në ekonomitë respektive. Si i vlerësoni rezultatet e deritanishme të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë? Rezultatet e politikës monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë do të thoja që kanë qenë mjaft pozitive, sikurse jeni në dieni, inflacioni ka qenë i ulët, i kontrolluar, me volatilitet të ulët dhe diçka nën objektivin 3% të Bankës së Shqipërisë, konkretisht për vitin 2025, ai është luhatur rreth nivelit 2.2-2.4%. Në tremëjorin e parë dhe muajin prill ai ka pasur një rritje graduale, por gjithsesi të butë të normës të inflacionit, duke kapur nivelin 2.8%. Drejtim lëvizje i cili dëshiroj ta theksoj ka qenë në përputhje me pritjet tona. Pra ne për vitin 2026 kemi pritur një rritje graduale të inflacionit drejt objektivit 3% të Bankës së Shqipërisë, po kuptohet që shpejtësia e kësaj rritje është diçka më e shpejtë se pritjet tona, pikërisht për arsye të ndikimit të konfliktit gjeopolitik dhe të rritjes të papritur të çmimit të naftës. Ndërkohë që po aq e rëndësishme
është të theksohet fakti që politika monetare që ka ndjekur Banka e Shqipërisë, e cila ka pasur trajta akomoduese gjatë vitit 2024 dhe 2025, nëpërmjet reduktimit të normës bazë të interesit, dhe po ashtu nëpërmjet rritjes të prezencës tonë në tregjet e brendshme valutore, ka gjeneruar një ambient financiar me norma të ulta likuiditet, me norma të ulta interesi, me një nivel të bollshëm likuiditeti, dhe po ashtu me një ecuri më të qëndrueshme dhe më të stabilizuar të kursit këmbimit. Çka më tej ka reduktuar pasiguritë, qoftë në operatorët e tregut financiar, qoftë në operatorët ekonomik, dhe i ka dhënë një nxitje rritjes të kreditimit. Kredia për sektorin privat në fund të vitit 2025 ishte rreth 14% më e lartë në raport me të njëjtën periudhë një vit më parë, ndërkohë që trendi pozitiv i rritjes të kredisë ka vazhduar edhe në tremëjoren e parë të vitit 2026 dhe dëshiroj të theksoj që padyshim një kontribut në këtë drejtim, përtej të themi edhe një qasje pozitive që sektori bankar ka adoptuar ndaj kreditimit, ka pasur dhe mjedisi financiar me norma të ulta interesi i gjeneruar, i krijuar pikërisht nga politika akomoduese monetare që ka ndjekur Banka e Shqipërisë.